Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave të dyshuar për sulmin në kanalin e Iber Lepencit më 29 nëntor 2024. Akt akuza ndaj 3 personave dyshuar u ngrit pas një hetimi të zhvilluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe partnerët evropianë. Prokuroria Speciale e Kosovës bëri të ditur se personat me inicialet J.V, D.V dhe I.D akuzohen për veprat penale të rrezikimit të rendit kushtetues me shkatërimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, kryerjes së veprës terroriste, armbajtjes pa leje dhe spionazhit. Sipas aktakuzës, J.V dhe D.V së bashku me persona ende të panjohur, pas një marrëveshjeje paraprake, vendosën rreth 20 kg eksploziv në brendësi të kanalit. J.V dhe D.V akuzohen se lëndën shpërthyese e kanë aktivizuar përmes një çante të cilën e kishin lidhur me një litar të një shtylle betoni, ku si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit të kanalit të Iber Lepenc, është shkaktuar ndërprerje fonizimit me ujë të pishëm, është rrezikuar prodhimi i energjisë elektrike dhe ndërmarrjes Iber Lepenc i është shkaktuar dëm në vlerë mbi 370.000 euro. Prokuroria Speciale bëri të ditur se J.V gjithashtu akuzohet edhe për spionazh, pasi sipas saj, ai deri në momentin e arrestimit në cilësinë e të rekrutuarit në shërbimin informativ ushtarak të Serbis, kolonel ka vepruar dhe ka ndihmuar këtë shërbim duke mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që të njëjtat t'i përdor gjatë aktivitetit të tij të kundërligjshëm në territorin e Kosovës. Prokuroria bëri të ditur se hetimet për këtë rast u kryen në bashkëpunim me partnerët evropian. Lidhur me shpërthimin, autoritetet kishin arrestuar 10 persona të dyshuar dhe kishin sekuestruar armë dhe eksploziv. Por deri më tani dihej se për këtë rast ishin dërguar në paraburgim vëllezrit Dragisha dhe Jovan Vicentjević, që janë 2 nga 3 të akuzuarit. Më 29 nëntor në fshatin Varrak të Zubin Potokut, një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin e ujit të Iber Lepencit. Përveç dëmeve materiale nuk pati pasoja në njerëz. Pas shpërthimit, autoritetet në Kosovë e fajsuan Serbinë për rastin, por Beogradi i mohoi akuzat. Kosova shpërthimin në kanalin e Iber Lepencit e konsideron si akt terrorist. Shobat kishin deklaruar se nuk kishin prova që e lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se ishte herët për nxjerrjen e përfundimeve. Në hetime të këtij rasti ishin përfshirë edhe agentët e FBI. Presidentja Vjosa Osmani ka kërkuar raportuesit të Parlamentit Evropian Riho Terras gjatë një takimi në Prishtinë heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Osmani tha se është e pashpjegueshme mbajtja e tyre në fuqi pas transferimit të qetë të pushtetit në veri të vendit. Por Bashkimi Evropian nuk pritet që t'i heqë masat shumë shpejt dhe ka kërkuar nga Kosova t'i kryej edhe obligimet e tjera, duke përmendur edhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Pas transferimit të pushtetit lokal në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit, që ishte edhe njëri ndër kushtet kryesore të Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Palja kosovare po e quan të pakuptim të mbajtjen e tyre në fuqi. Të martën, presidentja Vjosa Osmani gjatë një takimi me raportuesin në Parlamentin Evropian Riho Terras i kërkoi heqjen e masave. Terras nisi vizitën e tij në Kosovë pak para nisjes së fushatës për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Presidentja Osmani theksoi se pavarësisht bashkëpunimit konstruktiv, vazhdimi i masave të BE-s ndaj Kosovës mbetet i pashmangshëm, i padrejtë dhe i paarsyeshëm. Në këtë kontekst, presidentja Osmani kërkoi mbështetjen e zotit Terras për heqjen sa më të shpejtë të këtyre masave, duke rikujtuar se ato dëmtojnë qytetarët dhe minojnë besimin në procesin e integrimit, teksa Kosova ka përmbushur çdo kërkesë të paraqitur nga partnerët evropian. Por pavarësisht betimit të 4 kryetarëve në komunat në veri të vendit, Bashkimi Evropian nuk ka dhënë një datë për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, nga BE-ja thuhet se komisioni ka ndërmarrë hapat e parë për të hequr gradualisht masat në fuqi në maj të vitit 2025. Por Bashkimi Evropian përmend edhe disa detyra të tjera që duhet të i kryejë Kosova paraprakisht, duke përmendur përfundimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Ne presim me padurim që Kosova të rikthehet në binarët e reformave të nevojshme për BE-n, për të mirën e popullsisë së saj dhe për të avancuar në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Masat ndëshkuese të vendosura në qershor të vitit 2023 për shkak të veprimeve të pakoordinuara të qeverisë Kurti në veri të vendit pritet të mbesin ende në fuqi për shkak se, siç raportohet, Franca, Italia, Spanja, Hungaria dhe Slovakia janë disa nga shtetet brenda BE-s që po e kundërshtojnë heqjen e tyre. Ndërkohë, shefi i zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, pas një takimi që kishte me raportuesin në Parlamentin Evropian Terras, tha se angazhimi i BE-s në Kosovë mbetet i fortë. Emir Kprita këtë mëngjes në Prishtinë Riho Terrasin, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, para takimeve të tij me shumë bashkëbisedues, angazhimi i BE-s me Kosovën si në nivel lokal po ashtu dhe në Bruksel mbetet i fortë si gjithmonë, me mundësi të reja në horizont për fshir planin e rritjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të përkrajnë Kosovën në rrugtimin e integrimit në NATO dhe BE në procesin e dialogut Kosovë-Serbi të bazuar në njohje reciproke pa ndryshim kufish. SBA këtë pritet ta bëjë përmes një ligji mbi autorizimin e mbrojtjes kombëtare. Ish diplomat thonë se përbërja e qeverisë së re pas zgjedhjeve në fokus duhet të ketë marrëdhëniet me SBA-n dhe BE-n. Could in any way interfere with the thorough investigation of the Presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë vitit 2026 pritet ta nënshkruajë një ligj mbi autorizimet e mbrojtjes kombëtare, pasi i njëjti është miratuar në Senat dhe pritet të miratohet edhe në Kongres. Përmes këtij ligji, SBA-t mbështesin Kosovën dhe vendet e tjera të rajonit në rrugën drejt integrimit në NATO dhe BE. Dialogun Kosovë-Serbi të bazuar në njohje reciproke pa ndryshim kufish, ndarje apo shkëmbim territorësh sipas vijave etnike. Ish ambasadori Skender Gjakaliu e quan hap të rëndësishëm vëmendjen e SBA-s ndaj Kosovës. Sipas tij, kjo mbështetje nënkupton stabilitet politik dhe të sigurisë. Natyrisht mundësia e Kosovës që të jetë pjesë e NATO-s dhe natyrisht të ketë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë ku nuk prekin kufit dhe domosdoshmërisht do të jetë njohja dyanshme e dy shteteve është natyrisht një iniciativë dhe një ligj i cili me të vërtetë do ta ndihmon Kosovën dhe proceset e Kosovës përtej integrimeve në Bashkimin Evropian, por natyrisht edhe përtej proceseve euroatlantike. Ish diplomati Lutfi Bilali e quan shumë të rëndësishme nismen ligjore të SBA-s, e cila është miratuar në Senat dhe pritet të miratohet në Kongres, përmes të cilit i ofrohet mbështetje Kosovës në fushën integruese dhe të sigurisë. Sipas tij, mbështetja e SBA-s është jetike për Kosovën. Mendoj shumë e rëndësishme. Për ne, sidomos në pikën ku ka të bëjë me njohjen reciproke. Dhe besoj që do është një ngjarje që për vitin 2026 do kemi kthesë ndoshta edhe në tër procesin e dialogut, edhe ndoshta edhe përmbylljen. Sepse me njohje kuptohet që do marrin fund ato bisedime të stërgjatura. Ish diplomatët shtrojnë nevojën për thellimin e bashkëpunimit midis Kosovës, SBA-s dhe BE-s. Presin që pas zgjedhjeve parlamentare, qeveria e re të ketë në fokus ruajtjen e aleancave të cilat janë jetike për vendin. Pra është natyrisht e domosdoshme që Kosova të ketë stabilitet politik, që Kosova të ketë organet funksionale, formimin sa më shpejt të qeverisë, parlamentit dhe institucioneve dhe ministrive të cilat me të vërtet pas tingërç një vjeçar të kemi përparime në këto drejtime. Raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë, mund të them, alfa dhe omega e zhvillimit dhe mbijetesës së shtetit tonë dhe forcimit, mund të them, edhe të brendshëm, por edhe ndërkombëtar të Kosovës. SBA-ja dhe BE-ja kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës për veprime të koordinuara, sidomos në veri të vendit.
Kandidati për kryeministër i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se lëvizja vendosje shkeli vullnetin qytetar të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit dhe blokuan shtetin. Në një status në Facebook, Haradinaj u shpreh se zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit janë zgjedhje prej zori. Kosova nuk është duke mbajtur zgjedhje prej qefi. Këto janë zgjedhje prej zori. Ne i kemi mbajtur një palë zgjedhje të mira në shkurt të këtij viti, por ata që dolën të parët në vend që ta realizojnë rezultatin e tyre e t'i krijojnë institucionet u përkushtuan për blokad. E shkelën me këmbë vullnetin qytetar dhe blokuan shtetin, ka shkruar ai. Haradinaj u shpreh se zgjedhjet e 28 dhjetorit janë rruga për të dalë nga logjika e blokadës. Do të vazhdoj me pjesën tematike të emisionit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit do të garoj si e vetme. Strukturat të partisë tashmë janë aktivizuar në terren me takime të shpeshta me qytetarë duke prezantuar programin e tyre zgjedhor. Por çfarë synon realisht AK-ja në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Për të biseduar në këtë temë, ne në studio është Shemsedin Dreshaj, i cili po ashtu është në listën zgjedhore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mirë se ardhët në studion tonë, zot Dreshaj. Mirë se u gjej. Tashmë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka publikuar edhe listën zgjedhore. Realisht sa përfaqësuese konsideroni këtë listë në aspektin e figurave që kanë peshë politike, por edhe figurave të reja që janë përfshirë në këtë listë? Mendoj që ne përfaqësohemi me një listë e cila është shumë përmbajtësore, përfaqësohet nga ekspertë të lamide të ndryshme, pra që dikasterët të ndryshme që eventualisht nesër do t'i kemi në menaxhim si subjekt politik, njëkohësisht me njerëz ekspert, njerëz me përvojë të dëshmuar dhe njëkohësisht njerëz të cilët vërtet veten deri më sot kanë lënë gjurmë në zhvillimin e vendit. Dhe pjesë e kësaj liste është edhe ish kryeministri Agim Çeku, apo jo? Po. AK-ja do të garoj në këto zgjedhje si e vetme, si është disponimi elektoratit nga këto takime që keni pasur tash së fundmi për dalë dhe për të votuar? Po lira, ato që kemi pa neve deri më sot, dhe nëse kjo frymë vazhdon të jetë të këtill deri me 28 dhjetor, unë mendoj që Aleanca do të përfaqësohet në mënyrë cilësore në kuvend, do të kemi një përfaqësim më të mirë se sa që kemi pas në 2 legislaturat paraprake, dhe njëkohësisht Aleanca do ta dëshmojë para opinionit publik se është një arë e fortë në rujtjen e shtetësisë dhe në promovimin e shtetësisë. Ashtu si kemi bërë në të kaluarën duke marrë një barë shumë të madhe të përgjegjësisë në periudha kur shteti është sfiduar, edhe këtë herë Aleanca do të merr përgjegjësi, por do të merr përgjegjësi besoj me një vot besim më të madh nga qytetarët e vendit. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, nëse flasim me shifra, koalicioni AK-Nisma kishte mbar mbi 66.000 vota, pra ishin realisht 5 deputet të AK-s dhe 3 të Nismës, dhe tani jeni partije vetë me pa Nismë Socialdemokrate. Pse mendoni se do të rritet ky numër? Së pari dua t'ju them se ai koalicion fatkeqësisht ka qenë një koalicion i dështuar, i cili rezultoi jo me stimulimin e subjektit politik, por rezultoi me ndëshkimin e subjektit politik. Në të gjitha zgjedhjet paraprake Aleanca ka qenë prej 60 deri në 70.000 deri në 110.000 votues, ndërsa zgjedhjet e fundit rezultuan me 66.000 votues, përkundër faktit që ne kishim jo vetëm Nismën në vetin, ne kishim edhe 2-3 subjekte tjera të cilët ishin të harmonizuara dhe të futura në listën tonë. Rezultati i atyre zgjedhjeve tregoi që vërtet koalicionet të panatyrshme dhe të jo mirë të harmonizuara dhe të besueshme njëri me tjetrin, rezultoi që nuk arritëm të rrisim subjektin politik, por përkundrazi arritëm që të kemi një përqindje më të vogël në përfaqësimin e vendit. Asnjëherë ju e dini që Aleanca nuk ka qenë si e vetme nën 8 deputet. Çdo herë ka pas 8 përmbi. Këtë herë rezultoi me 5 deputet
vërtet se ishte diçka që na ka befasu të gjithë neve, që jemi kanë pjesë e garës, po dhe njëkohësisht që kemi qenë kontribuës të frimes për ndryshim në vend. Dhe kjo ishte arsyeja pse AKJ nuk bëri koalicion parazgjedhor me ndonjë parti tjetër? Qëre ka shumë arsye, tash kjo nuk është një qëndrim zyrtari i subjektit tim politik ku jam, por është një vlerësim imi. Unë mendoj që bazuar në të gjitha ata shëthëmet që kanë qarkulluar në përvend, Alianca e kalon kufirin, se kalon kufirin është parti jashtë parlamentare, të gjitha këtyre të shëthëmet do t'ju vije fundi në zgjedhjet që i kemi tash. Pra të thotë, opinioni do t'i tregojmë që vërtet jemi një subjekt serios politik, i cili ka strategji, i cili ka cilësi, dhe i cili ka mbështetje në popull që të merë barën dhe përgjegjësinë për zhvillimin dhe katër zhvillimit të vendit. Pra, gjitha ato aludimet të analizëve të ndryshëm dhe oponentëve të ndryshëm që thonë se shkuarja e Aleancës e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit rrezikon pragun, ju thoni se kjo nuk qëndron. Për të gjithë dashamirëkësit e Aleancës, unë do t'i zhgënjej. Ne do të kalojmë shumë më mirë se sa në zgjedhjet e kaluara. Realisht sa përqind të votave mendoni se do të fiton edhe sa mandate synonin në bazë të disponimit elektoratit të AK-s? Vërtet neve nuk kemi bën ndonjë sondazh në teren për me konë pak më të sigurt në vlerësim, por ajo s'ka vlerëtor që Aleanca më së paktu do të jetë përfaqësuar me 10 ose me 12 deputet në Kuvendin e Kosovës. Kjo e them në variantin matkes. Na presim shumë më tepër që të jemi të përfaqësuar dhe si e shohim atmosferën në teren, na presim vërtet që të jemi bindshëm më mirë të përfaqësuar në kuvend, por kjo do të shihet në 28 dhjetor kur praktikisht do të dalin rezultatet. Në vendet demokratike jo çdo herë më i miri përzgjedhet. Ndonjëherë përzgjedhet ai që din mja mush mendjen një grupacioni të madh të popullatës. Aleanca është dëshmuar në të gjitha periudhat e deri sotme të kohëve të zhvillimit të vendit dhe është meritore për shumë çka deri më sot. Dhe unë mendoj që ky popull nuk është mirë që ta harroj pavarësinë energjetike të vendit që është bërë me zotin Haradinaj. Nuk guxon të harroj ushtrinë e vendit që shumë kush ka provu para ti ta bëjë dhe kjo e bëri, po asnjë sankcion nga faktori ndërkombëtar që ju mund bëni diçka si e bëm ne me tabela në veri, por i hangëm sankcionet. Ne e kriju ushtrinë pa sankcione. Kjo është mençuri politike dhe guxim politik. Pastaj ne kemi ligjin për trepsin e shumë sende tjera të cilat janë bani në një interval prej as 2 vitet plota. Ndërsa ne kemi qenë tash në një interval 5 vjeçar, fatkeqësisht kuvendi jo vetëm se ka progredu, por përkundrazi ka pësu dekadencë si në segmentin ndërkombëtar ashtu dhe atë vendor. Dhe vërtet atë që ka duhet ju them është se kurse që të merr mandatin e pushtetit do të ketë punë që së pari të reparoj marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të bi vendin e binarët të drejtë nga prendimi. Dhe ju se Aleancë shihni partinë në qeverinë e ardhshme të re? Unë mendoj që Aleanca do të jetë pjesë, më falë që u ndërhyra më shpejt, unë mendoj që Aleanca do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme. Nuk e di në çfarë formati, nuk e di në çfarë përmasave, por përse do të jetë pjesë, jam shumë i bindur se do të jetë pjesë e qeverisë. Si e shihni ju qeverinë e re të dalë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Në bazë të asaj çfarë po shohim deri më tani? Unë qeverinë ardhshme e shoh si qeveri të ish opozitës së parit dhe e shoh një qeveri e cila nuk do të jetë qeveri kryenëresë dhe mashtruese as me faktorin ndërkombëtar as me faktorin vendor. Shoh një përfaqësim të denjët drejt integrimit të vendit në strukturat euroatlantike që e kemi synim dhe e kemi proces jetik të mbijetesës, shoh një reformë substanciale në vend dhe atë që ka është kryesorja nga
përfaqësuesit e popullit që do t'jenë në kuvend, uroj që të mos jetë logjika bllokuese çfarë ishte në këtë legjislaturë e cila as arritje që të konstituojë komplet. Dhe a do të ketë vija të kuqe me ndonjë parti politike? Do të bashkëpunoni eventualisht edhe me lëvizjen vetëvendosje apo jo? Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është parti e djathtë dhe ne i parapëlqejmë koalicionet me subjektet që kanë program të ngjashëm me neve. Por nëse është në pyetje shtetësia, ne nuk kemi vija të kuqe me askënd. Pra, kur është në pyetje shteti, ne jemi me shtetin. Kur shumë me shtetin, ne jemi me te. Pra, në të ardhmen pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, mund ta shohim aleancën edhe në një konstelacion politik me vetëvendosin dhe me ndonjë parti tjetër ndoshta. Po vetëvendosja evidentësisht që është parti e majtë. Realisht vetëm nëse shohim në rrezik shumë të madh për vendin, ne mund të jeni ndonjë koalicion eventual. Por preferencat i keni me partitë ish opozitare. Me partitë e djata, me programet e djata që jemi si subjekt politik i djatë. Dhe varet atë bloku i djathtë që shka me kalu në këto zgjidhje aktuale, nëse bloku i djathtë që është LDK dhe AKE kalojnë mirë, përfaqësohen me numra dinjitos në vend, atër ne mund të kemi edhe parti tjera që të marrim në setu dhe ta krijojnë qeverisjen e vendit. Njëkohësisht ne nuk kemi vija të kuqe as me parti tjera shtetformuese të cilat kanë kontribuar në krijimin e vendit në fazat të ndryshme të avancimit të çështjes shqiptare në Kosovë dhe të Kosovës si shtet. Për këtë arsye mendoj se ne nuk do ta lajmë atë kauzën e ndarjes dhe kauzën e çumjes poshtë të vendit. Pra, mendoj është koha që jo vetëm Aleanca, por të gjitha këto 3 parti të mëdha shtetformuese që kanë qenë deri më sot, t'i thonë stop degradimit të vendit, stop mashtrimit të vendit, stop vetëkënaqësisë, stop vetëpromovimit dhe stop ikjes së qytetarëve nga Kosova në përmjet. Por, Zydresha, sa do t'jetë e vështirë që të krijohet ky koalicion i partive ish opozitare nëse rezultati do t'jetë pak a shumë i ngjashëm me ato të zgjedhjeve paraprake? Nga se edhe për postin e kryeministrit ka pasur pastaj përplasje kujt mund të takoj. Unë mendoj që këto zgjedhje së pari qytetari i Kosovës duhet ta ketë qartë që nuk janë zgjedhje për 61 deputet. Pra këto janë zgjedhje të cilat do të nënkuptojnë që kuvendi të jetë unanim me 80 vota, pra që njëkohësisht ta zgjedhim qeverinë dhe njëkohësisht ta zgjedhim edhe presidentin që kemi në muajt e parë të vitit që vije. Mendoj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është pjesë e përgjegjshme e kuvendit dhe do të jetë pjesë e përgjegjshme e kuvendit. Uroj që bllokuesit eventual të mos përfaqësohen me numër mbi 40 deputet, për shkak se numri prej 40 e bllokon procesin e zgjedhjes së presidentit. Nëse kjo ndodh, atëherë mendoj që ai vullneti bllokues do të bie dhe do të rritet vullneti integrues apo gjithëpërfshirës që ta çojë vendin përpara. Thash 40 për shkak se këta numra e kishte lëvizja vetëvendosje më herët në këtë legjislaturë të pakonstituar dhe praktikisht sikur ata të kishin vullnetin e mirë fillt politik që ta krijojnë qeverinë, ajo do të ishte kriju pa problem, se dikush që ka 47 ose 58 deputet, pra në tërësi, dhe nuk arrin që edhe 3 deputet t'i siguroj, mendoj që nuk është për udhëheqje me mençuri të madhe, ose në esencë nuk kanë dashur ta krijojnë qeverinë. Pra në mënyrë të vetëdijshme është sabotu vendin një vit. Dhe prononcimi i kryetarit Haradinaj që e ka bërë sot, mendoj që shkon në këtë favor. Pra, do të thotë, qeverisja, partia majoritare në kuvend nuk ka pas interes të krijojë strukturat as të kuvendit, as të qeverisë, as të shtetit. Por duke që nuk ka pasur as vullnet, as tek partitë ish opozitare për të bërë bashkë dhe për ta formuar një qeveri të pakicës me 61 vota. Po nëse jo, jeni vllau i madh. Vllau i madh nuk duhet të kthyer me shkelën ta mbës vllaun e vogël, përkundër se duhet ta ofroj që të ecin së bashku. Ky vullnet ka munguar në kuvendin e Kosovës. Pra vllau i madh ka ofenduar prej ditës parë
duke mbyllë çdo rrugë të mundshme të komunikimit, si në aspektin parimor, si në aspektin programor, si në aspektin ofendues. Ju e keni kulmin e kulmit në tubimin e fundit, kur tërë opozita ofendohet me një fjalë tepër ofenduese hajbanat, se nuk është në rregull as nga ata të cilët nuk pretendojnë të marrin qeverisjen e vendit. Pra do thotë, nuk është njerëzore që dikon ta ofendojsh në mënyrë të tillë. Dhe unë mendoj se ndoshta kjo ka qenë njëna prej bazave dhe arsyeve pse ka ardhur një polarizim i tillë, pastaj ju mos harroni, kjo shoqëri në menaxhimin e kësaj qeverie ka sjellë shumë polarizime. Ne na polarizoi me Evropën, ne na polarizoi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne na polarizoi opozit, dhe së fundmi e patëm iniciativën që kur partia e cila është në kuvendin e Kosovës, janë subjekt i shtetësisë së Kosovës, të cilët janë parapam në dokumentin atisarit, ne janë në kushtetutet që parapam si minoritet, si pjesë konstituive vendit, e pozicionon subjektin politik ata që janë pro-serbë dhe kundër serbë. Ne duhet të kemi një program të mirëfillt, si t'i ofrojmë serbë. Ne nuk guxojmë të përdorim programin e nihilizimit ose programin e përjashtimit të tyre nga jeta shoqërore dhe politike e vendit. Pra ata janë pjesë e shoqërisë, ata duhet të integrohen në shoqëri dhe politika arsyeshme dhe e mençur duhet të bëjë mos që strukturat e këtilla të bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës, të bashkëpunojnë me qytetarën e Kosovës, me politikën aktuale, të jenë pjesë integruese e vendit, por jo pjesë e damshme dhe pjesë bllokuese e proceseve shtetformuese. Pra janë vijat deri ku mund të tolerohet një bashkëpunim i mirëfillt me subjektet minoritare të cilat janë në kuvend. Unë mendoj që dy veprimet e fundit nuk i kanë shërby stabilitetin e vend në rast se vazhdohet edhe kështu atë do të jetë vërtet do të kemi probleme. Por mendoj që kjo mundësi në legjislaturën që vjen nuk do të ecë përpara. Dhe ju e shihni mundësinë që vendi të shkojë sërish në një palë zgjedhje në pranverë nëse nuk arrihet kjo marrëveshja për një koalicion i cili do të kishte rreth mbi 80 vota në kuvend? Unë mendoj që këto zgjedhje do të prodhojnë një kualitet të ri. Do të prodhojnë një kuantum të ri. Konstituimi i tërësisë ose i shumicës qeverisë do të varet nga numrat që do dalin brenda. Mos të harrojmë diçka që këto zgjedhje janë të dhunshme, janë të zorit, dhe janë të marrë shumë shpejt. Në trendet në botës demokratike, lëvizshmëria e elektoratit nga një subjekt politik në një subjekt tjetër është dikun 3 deri në 5%. Kjo nuk vlen për zgjedhjet që mbahen brenda një vitit. Por kjo është trend prej një qeverisje në një qeverisje tjetër, pra në vendet që janë stabile. Unë mendoj që ne do të kemi lëvizje, por sa do të jetë ajo lëvizje e elektoratit prej një subjektin e një subjekt tjetër, vërtet do të pritet të shihet. Unë mendoj që qytetari i Kosovës dhe ka filluar ta kuptojë të vërtetën. Pse e them këtë? E them për shkak se ju keni drejt të jeni mashtruar një herë. Dhe nëse juve ju mashtron dikush një herë, ati marrë i kohë që ai që ju mashtroi. Po nëse ju mashtron herën e dytë, mos e marroje veten që ti je fajtori. Mirë, kryetarja Kës Ramush Haradinaj thot vazhdimisht se do të punoj që Kosovën në një afat sa më të shkurtër ta antarësoj në Aleancën Veriatlantike në NATO. Si do mund të bëhet kjo kur dihet që 4 shtetet që janë anëtarët NATO-s ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës? Kjo mund të bëhet me një mbështetje të fuqishme të SBA-s, mendoni? Do t'ju them diçka. Po. Si do të bëhet nuk e di. Por Ramush Haradinaj do të antarëson Kosovën në NATO, ashtu si e bëri Kosovën me ushtri pa ndrime kushtetuese. Atë rrugë që e ka njekë për themelimin e ushtrisë, ai do ta njekë edhe rrugën për antarësimin në NATO. Thellë jam i bindur që Ramush Haradinaj është njeri i veprave, është njeri i besueshëm i Amerikës dhe për momentin ju e dini që
ne jemi produkt kryekputi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që Ramush Haradinaj është njëri prej njerëzve më të besueshëm dhe njeriu që ndoshta më shumë i besohet nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga ana e Pentagonit. Kjo është dëshmuar me themelimin e ushtrisë, praktikisht me ligj. Ju e dini fort mirë që vendi është promovu e ka kriju ushtrinë, po asnjë sankcion nga shtetet të tjera, që do të ishte iluzore për ju e dini fort mirë që një parë tabela në Mitrovicën e Veriut ne provuam për mi largu dhe atë pjesën tjetër i hangëm sankcion mas sankcionit, ose një parë zgjedhje lokale që i mbajtëm në veri, që i mbajtëm dhe në dolën sankcione mbi sankcione, pra du të them, Ramush është njeri i matur, njeri i besueshëm dhe njeri i cili e matë hapin shumë mirë para se me ba. Dhe unë mendoj që nëse ka Kosova interes të antarësohet në NATO, Ramush Haradinaj në këto zgjedhje duhet të del dhe duhet të përfaqësohet në mënyrë dinjitoze, në atë mënyrë që edhe ta përfaqëson popullin në mënyrë dinjitoze, ta përfaqësoj vendin në mënyrë dinjitoze dhe njëkohësisht të përmbyll ato që hala e kemi të pa përmbyllur. Më i miri është besamni. A do thotë kjo se Zoja Haradinaj ka marrë mbështetje për ta gjetur këtë rrugë për antarësimin e Kosovës në NATO? A mendoni ju që ne flasim bosh? Pa pas diçka ndorë? Pyetje po bëj. A mendoni? Alianca nuk flet bosh. Pa pas diçka ndorë, ne nuk premtojmë për me dalë nesër të humbur dështak. Do të thotë, ne kemi shumë çka që kur vije koha do të bëhen publike. Dhe ato çfarë mund t'i bëni publike sot, sa i përket programit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, cilat janë ato pikat kryesore që do të ndryshonte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Kosovë nëse do të ishte pjesë e qeverisë së ardhshme? Hapi parë do të jetë riparimi i marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropiane. Hapi i dytë do të hapen dyert për investime kapitale dhe investime të mirëfillta në infrastrukturën e vendit dhe në mirëqenien e qytetarit. Hapi i tretë do të ishte reforma lokale në drejtim të reformës substanciale në arsimin e shëndetësi dhe në segmente tjera që ka nevojë. Kosova ka nevojë shumë çka. Ne kemi të elaboruar komplet programin, i përmenda vetëm 3 pikat të cilat mund të jenë të këtilla. Ne kemi plot iniciativat të cilat edhe i kemi dhënë sa kemi qenë në kuvend. Bie fjala është autostrada e Dugazinit që kërkon asnjë është nisëm. Është rruga jetike që kemi në ndërtimin e Korrudhës Durrës Kosovë, që është strategji e mirëfillt edhe e NATO-s që të jemi të integruara që vendet jenë të integruar jo vetëm me autostrada dhe me rrugë ujore, por edhe ajrore, por edhe rrugë hekurudhore, që Korrudha është vërtet është një projekt strategjik edhe ushtarak. Po, dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do t'i përmbyll këto projekte, autostradën për Dugagjen dhe ato? Ne nuk mund të flasim për përmbyllje, për shkak se këto janë projekte afatgjate, por ne flasim për nisma. Për shembull, jo shqip në autostradën që është për Maqedoni, ka dhe ujbarë që është aty ka mbet, që 5 vjetë asnjëgur nuk është hedhur në te. Pra do të thotë, edhe projektet e mirëfillta që kanë qenë të hartuara, dizajnuara dhe të përmbyllura, edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e shpërndësimit, sot asë që kanë lëviz fare nga pozita deri me ditën e sot. Mos e keni për shembull rrugën Prishtinë-Podijev që juve i beni çdo ditë. Hala është në gjendje të mjerueshme. E keni rrugën për Mitrovicë, hala është e pa përmbyllur. E keni rrugën për Pej, vërtet nuk jo me rrmalli të shkoni. Mos harroni, unë e përmeni vetëm Pejën, atë janë 700.000 banorë të Kosovës, pra e keni Klin, Istog, Pej, Rahovec, Gjakov. Është një arterje jetike vendit. Për shumë qytetarë. Një çështje që e pret qeverinë e ardhshme më njëherë pas formimit saj nga ana e Bashkimit Evropian është çështja e dialogut me Serbinë dhe ajo problematika që Kosova duhet ta zgjidhë është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si do t'i qaseni kësaj marrëveshje? Vërtet kjo marrëveshje nga viti 2013 tek ne ka kaluar për faza të ndryshme, ka kaluar për me pasen problemi lehtë për mu zgjidh nuk kishte mbet deri në vitin 2025 sot si problemi pa zgjidhur. Është problemi i rëndë, është problemi i cili është barr mbi administrimin e vendit dhe zhvillimin e vendit.
mendoj që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do ta konsideron shumë serioz konstituimin e asociacionit, do ta konsideron në mënyrë shumë serioze përmbajtjen e draftit për themelimin e asociacionit. Do ta dërgoni draftin në kushtetuese? Së parit ne do ta analizojmë, do ta përpunojmë mirë, do ta shohim në cilat pika prek në strukturën e menaxhimit të vendit në mënyrë të detajuar dhe pastaj do ta elaborojmë mirë dhe pasi ta elaborojmë do të identifikojmë pikat të cilat mund të interferojnë në pushtetin e tretë në vend dhe atëherë do ta dërgojmë pa dilemë në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së tij. Por njëherë për njëherë ky ka nevojë që të kalon për disa faza paraprake para se të niset për që të mendohet për me dërguar në gjykatën kushtetuese. Mendoj e keqja jonë ka qenë se ne nuk e kemi ofruar draftin ton për asociacionin, ne na është servu drafti nga ana e Bashkisë Evropiane dhe hartuesve të tij, dhe praktikisht është dhënë take or take. Pra do të thotë s'kem pasur, pra ato që na është dhënë atë është dashur me marr, tash mundësitë janë më të vogla të intervenimit, por ka mundësi intervenimit, ka mundësi për intervenim në atë mënyrë që të është një e keqe, po duhet të zvoglohet sa më shumë, pra sa më pak të bëj dëm për tërësinë territoriale dhe kushtetuese të vendit. Sepse është një problematikë që nuk është popullore të flitet, sidomos në fushatë zgjedhore për këtë çështjen e asociacionit, pasi që është temë ndjeshme dhe kompetencat eventuale që do të ketë ky asociacion atëherë janë një temë që qytetarëve nuk ju pëlqen. Pa dilemë, kompirin në nxehtë kur kush nuk e don. Ajo është hek pe një dorë, një dorë tjetër, një dorë tjetër, një dorë tjetër, dhe jam i sigurt se qeveria që vjen ka mu ballfaqsu me këtë kompir të nxehtë. Mendoj, mençuria politike, guximi intelektual, guximi i dijes do të rezultojnë me përmbylljen e suksesshme të këtij problemit i cili është prej 13 në duart e qytetarit dhe qeverisë së Kosovës. Pra do thotë ne duhet të jemi shumë mirë të përgatitur që ta bëjmë një elaborim sa më pak të dëmshëm për funksionalizimin kushtetues të vendit. Mirë, krejtësisht në fund do doja që t'ju pyes edhe për fushën e shëndetësisë, me që jeni i kësaj fushë, cila do t'jetë qasja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nëse do t'jetë në qeveri, sa i përket fushës së shëndetësisë, kemi shumë ankesa nga pacientët cilët ankohen për mungesë të banave nga lista esenciale, kushte jo të mira në për spitali, ka nevojë për investime në infrastrukturë, por edhe në aparatura cilat shpesh mbesin të prishura me ose pa qëllim. Ilir, unë 40 vjet jam profesor në Universitetin e Prishtinës, pra në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit të lartë, dhe 40 vjet jam doktor në klinikën infektive dhe në qenën klinikë universitare. Tërë kjo karrierë ka qenë e orientuar në këto dy segmente. Unë nesër nëse ban deputet i Kuvendit të Kosovës, eventualisht nëse përcaktohem ose me përcaktohet përgjegjësia për menaxhimin e vendit në njënën prej këtyre dy gazetereve, atëherë mund të them se ne do të veprojmë me krejt dijen dhe guximin tonë që kemi. Ata që më njohin e dinë që unë jam i qëndrueshëm dhe nuk tërhiqem lehtë. Dhe njëkohësisht nuk hyn në lojë, po analizu mirë a do të dalë ajo. Tërë mandatin e kaluar unë jam angazhuar për me e bë hapin e parë në drejtim të funksionalizimit të shëndetësisë. Ajo ka qenë përmes sigurimeve shëndetësore dhe sigurimeve jetësore. Nuk eci që nuk deshtën për me ecë. Pra, subjekti menaxhues nuk deshti. I kom ofru edhe ndroj emrin, mos e le që e kom propozuar si opozit. Merë propozon e ju. Pse e mira është për vendin, nuk është e mira për subjektin politik kush e bani. 2, çka i duhet shëndetësisë kosovare janë parakushtet për sigurime shëndetësore, që as ato si kemi. Sigurime shëndetësore nuk pati mundësi asnjë qeveri deri më tani nga pas lufta. Nuk ka, mas pojt duhet të krijon parakushtet. Jo, dëgjom, krit ka dale. Duhet të krijon parakushtet. Pse su krijuan këto parakushte? Nuk e di pse, mu mos unë pyet. Ne nuk kemi qenë asnjëherë në menaxhimin e shëndetësisë në Kosovë. Ne kemi marrë pjesë disa segmente vinore. 2. Është bërë burzimi i kompetencave. Drejtorët e klinikave dhe drejtorët i keni vetëm njerëz të cilët mirë me ruajtjen e inventarit dhe mirëvajtjen punë, kur gjë më tepër. Pra do të thotë nuk kanë kompetenca të veprimit. Dhe derisa ti dikon e ke zvesh nga kompetenca menaxheriale, kërkon menaxhim të mirë, është iluzore të pritet ajo. Pra kjo është në secili nivel. Më rend. 2.
për me dash për mi bo sigurime shëndetësore duhet për me punu seriozisht, pra mu kriju para kushtet, mu siguru grandet, mu siguru fondet, mu funksionalizu fondet, për me fillu grantet të ndryshme, për me arë në format të ndryshme, duhet mu caktu besabesa dhe forma si do t'i bajmë neve sigurime shëndetësore, për shkak se është një proces jo i lehtë. është një proces i cili sot mu fillu, një qeveri nuk mund të funksionalizojnë. Pra do të qeveri me mandat të plot. Për shkak se funksionalizimi i sigurime shëndetësore minimumi kërkon 3-4 vjetë. Pra, ka vende që kanë vënu edhe 5 dhe 6 vjetë, 8 vjetë për me ndi qytetari efektin e sigurimit shëndetësor. Pastaj ne kemi sigurimet jetësore, pastaj ne kemi sigurimet sociale, pastaj kemi sigurimin në punë, pastaj ne jemi të folë vetëm për segmentin shtetënor, ne jemi të harru komplet segmentin privat që është pëndën si kryesor në vend. Pra do thëtë shumë qka duhet të integrohet. Unë nuk duhet të flasë as të akuzoj, por e kisha thonë vetëm një fjallë. Nuk mund të ketë sigurime shëndetësore pa u hartu çmimorja e shërbimeve. Hala se kemi çmimorën e shërbimeve. Pra do thëtë, qërë dëmë në ditë sa kushton një vizit mjekësor ose një intervenim mjekësor ku në ki çmimin. Në basë shkaj ti donë për me logaritë inkasim. Se kitë përcaktuar. Pra do thëtë, ka shumë hapa që duhet para prak që të implementohen, që grumbullimin e fondeve unë nuk e shoh fare të mendoj problem. Fondet grumbullohen. Problemi qëndron në stafin e trajnuar, që shumë pak kemi të trajnuar, nuk e kemi asnjë të dhjetën. Pra është një zinxhir hapash për të finalizuar këtë proces. Këtë para kushtet që nuk varen për ligjit. Se ligji për sigurime shëndetësore, kë nuk i ka pengu deri më sot, asnjë. Ka mungu vullneti politik dhe ka mungu që shëndetësia të jetë prioritet të qeverisë së vendit. Dhe s'ka qenë shëndetësia. Dhe unë ju them që nëse rastisht, nëse me votën e qytetarit bëhem deputet, nuk do të ndalim se ose dhe angazhuarit Ministri i Shëndetësisë më pas. Por nëse ndodh, kjo e dyta që përmendet ju, besom që do t'jem shumë insistus që kjo të përmbyllet në mandatin sa ma të shkurt të mundshëm. Mirë, Zoti Dreshaj, përfunduam shumë shpejt, shkuan minutat shumë shpejt kësaj bisedit. Falenderoj shumë që ishit sot në emisionin Së Drejt për Drejt. Ju dëshiroj suksese në këtë garë zgjedhore. Faleminderit juve. Mendoj që si opinion maker duhet të angazhoni jo vetëm ju si Televizion 21, por të gjitha mediat të vendit, qofshin të shkruar ose vizuele, që të apin kontributin e vetë drejt orientimit euroatlantik të Kosovës. Kosova ka herë i ka thonë lam të mirë drejtimit levantino-bolshevik. Falenderoj edhe njerë që ishit prezent. Biseduam me Shemsedin Dreshajn, kandidat për deputet nga radhët e Aleancës për Arminë e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Përfshirja në listat zgjedhore personave me probleme me ligjin është evidente edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas KQZ-s, një person nuk mund të jetë kandidat për deputet në rast se në 3 vitet e fundit është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Për këtë çështje, KQZ-ja tha se ka kërkuar verifikim nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sipas burimeve të Radio Televizion 21, vetëm një person nga lista e dërguar për verifikim në KGK ka rezultuar i dënuar me 1 ose më shumë vjet burgim në 3 vitet e fundit. Pas pranimit të listave me kandidat për deputet nga subjektet politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i u drejtua Këshillit Gjyqësor për verifikim të tyre nëse të njëjtit plotësojnë kriteret për certifikim sipas ligjit për zgjedhje. Neni 30 i këtij ligji thotë se një person nuk mund të jetë kandidat për deputet në rast se në 3 vitet e fundit është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Në KQZ thanë se tashme kanë pranuar përgjigjen e Këshillit Gjyqësor pas verifikimit të listave, por nuk bën të ditur se çfarë përmban ajo. Ne pothuajse vetë se i kemi pranuar përgjigjet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për temën pra për cilën ne i kemi dorëzuar të lista dhe për cilën do thotë kemi kërkuar verifikim të kandidatëve dhe janë duke u përgatitur rekomandimet pra për certifikimin apo jo
të kandidatëve për pjesëmarrje në këtë zgjedhje dhe këto rekomandime do të paraqiten në mbledhjen e radhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pastaj është KQZ që do të vendosë, do të thotë, për apo kundër certifikimit të një personi si kandidat për deputet në këto zgjedhje. Aktualisht do të thotë nuk më t'japë një përgjigje sepse rekomandimet janë përgatitje sipër nga zyra për regjistrim dhe certifikim të subjekteve politike. As në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk bën të ditur se sa është numri i kandidatëve që nuk plotësojnë kriteret për certifikim, duke thënë për Radio Televizionin 21 se nuk kanë autorizim për dhënje të informacioneve të tilla. Këshilli Gjyqësor gjatë mandatit të tij kryen verifikimin e gjendjes penale të kandidatëve në përputhje me kërkesat e ligjit përkatës mbi zgjedhjet. Duke qenë se KGK-ja vetëm përmbush këtë obligim ligjor, nuk kemi autorizim për të dhënë informacione lidhur me këtë proces në këtë fazë të zhvillimit të tij. Prandaj ju lutemi që kërkesën tuaj ta drejtoni te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por ndërkohë burimet të Radio Televizionit 21 bën të ditur se nga verifikimi i kandidatëve nga KGK-ja, vetëm një kandidat nga një subjekt jo parlamentar ka rezultuar se është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Por përtej kritereve ligjore, partitë politike nuk u kurthyen të përfshihen në lista zgjedhore kandidat me akt akuza të dënuar në të kaluarën apo ndonjë problem tjetër me ligjin. Juristi Hasan Shala thotë se kuvendi duhet të pastrohet nga njerëzit që kanë të lashe me ligjin. Ka mjaftueshëm persona që janë të akuzuar, që janë në procedurë penale ndaj tyre, por partitë politike më interesi kanë votat se sa ndonjë pastërti të parlamentit, kështu që vërtet është për keqardhje që marrin pjesë persona që janë të dënuar apo me akuza ndaj tyre për sidomos për vepra penale keq përdorим detyrë zyrtare. Vërtet është edhe pse edhe me ligjin e subjekteve apo personave zyrtar është parapasur nëse ushtrohet një akuzë, ai personi duhet të ndërheqë. Afati i partive politike për dorëzim në KQZ të listave me emrat e kandidatëve për deputet përfundoi më 7 dhjetor. Për informacione më të reja vizitoni edhe portalin tonë RTV21.tv. Mirupafshim.